Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. 11 tetori është përcaktuar nga Ministria e Mjedisit si dita e ecjes në natyrë. Administrata e zonave të mbrojtura Fier organizoi një aktivitet në parkun kombëtar Divjak Karavasta në bashkëpunim me Bashkinë Divjak. Ecje në natyrë është caktuar 11 tetori nga Ministria e Mjedisit. Në këtë kuadër, Administrata e zonave të mbrojtura Fier në parkun kombëtar Divjak Karavasta ka organizuar një aktivitet në bashkëpunim me Bashkinë Divjak, Drejtorinë Arsimore dhe komunitetin e zonës. Qytetar, nxënës shkollash dhe banor të Divjakës kanë eksploruar shtegun e Pelikanit, një prej destinacioneve më atraktive të pyllit me pisha dhe të lagunës. Në këtë aktivitet që organizohet prej disa vitesh, merrte pjesë edhe kreu i Bashkisë Divjak, Josif Gorea. Kjo ditë që organizohet çdo vit shërben përveç të tjerave dhe për organizimin dhe përmirësimin e shërbimeve në parkun kombëtar Divjak Karavasta, shprehet drejtori i AZM-s Divjak, Fotion Prençi. Administrata e zonës mbrojtura Fier bashkëpunim me Bashkinë e Divjakës, me banorët të zonës, me nxënës të shkollave të Divjakës, u bashkuan kësaj nisme, ku u përshkrua shtegu i Pelikanit, që është një shteg lehtësisht i përshkrueshëm nga nxënësit e shkollave dhe nga banorët, gjithashtu edhe nga stafi i Bashkisë së Divjakës, ku përshkruam shtegun, gjatë shtegut pam edhe vlerat e biodiversitetit që mbar parku, disa nga ato që duke parë llojet e drurve, u shpjeguam nxënësve mbi llojen e drurve, katin e nënpyllit, bimësinë tipike të zonës dhe në veçanti edhe i treguam edhe ishullin e Pelikanit Kaçurrel, që është i vetmi vend folëzimi në Shqipëri, dhe shpend të tjerë që ata hasën gjatë përshkrimit të shtegu. Keni disa vite që organizoni, si u shërben kjo në punën tuaj të përditshme, si administratë e zonave mbrojtura? Ky është një mesazh domethënë që përçohet të këtë gjithë njerëzit që na shikojnë, ku është shumë e rëndësishme aktivitetet të tilla në zonat e mbrojtura dhe në veçanti të parkut kombëtar Divjak Karavasta. Kryetari i Bashkisë Divjak, Gorea, vuri theksin tek vlerat atraktive turistike nga më të rrallat në vend. Pylli me pisha, laguna me 264 lloj shpendësh, të cilat në vetvete bartin vlera edhe në sektorin e bujqësisë. Për ne, për Bashkinë Divjak, si pjesë e rëndësishme e jetës tonë përditshme, është parku kombëtar. Dhe ne po bëjmë pamundurën që s'pari të ndërgjegjësohemi, që kemi një nga gjërat, një perlë, kemi një parajs të vogël në brenda vetes tonë. Dhe këtë po mundohemi ta trashëgojmë, t'ja u tregojmë fëmijëve, t'ja u tregojmë nxënësve, që ta trashëgojmë. Dhe së dyti duhet të jemi të ndjeshëm ndaj natyrës, ne duhet ta mirëmbajmë atë. Kjo pyll fantastik, shekullor, e kemi të trashëguar jo vetëm nga Zoti, jo vetëm nga natyra, por edhe nga këta njerëz që kanë jetuar këtu për qarkas, të cilët në kohët më të vështira kanë ditur ta mbrojnë atë. Dhe ata e kanë treguar edhe me forcë, por edhe me punë. Pra edhe kundër zjarreve janë marrë nisma të jashtëzakonshme të banorëve për ta mbrojtur, por edhe ndaj keqbërësve. Edhe ndaj tyre në kohët më të vështira, siç ka qenë edhe shtata, banorët vendas u ngritën me armë dorë për ta mbrojtur këtë pasuri të jashtëzakonshme botërore, do ta quaj unë, nuk është vetëm kombëtare. Kështu që kjo është pjesë e tërës, për ta njohur, për ta bërë më të ndjeshme, po gjithsesi për të njohur dhe bimësitë që neve kemi këtu. Kjo është një element tjetër e shkollës tonë përditshme që ne duhet ta edukojmë fëmijët tanë se çfarë kemi këtu. Dhe çfarë janë këto bimë të jashtëzakonshme, të gjithë mod të gjelbra, që ne e kemi këtu, po ta vuam për to. Ne e kemi brenda naturave tona. Thjesht duhet të kujdesemi, të mirëmbajmë më mirë. Qeveria shqiptare 2 vitet e fundit po investon në lagunën e Karavastans për të nxjerrë në pa vlerat e papërsëritshme mjedisore. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në finalen e garës ndërkombëtare për projektin Parku i Besimit. Ai e quajti moment fantastik pasi kishte kohë që e priste këtë nismë. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në fazën e dytë të konkursit ndërkombëtar të koncept ideve për ndërtimin e Parkut të Besimit në Petrel. Sipas Ramës, Parku i Besimit nuk është një simbol i fesë, por është një faltore adhurimi ndaj jetës dhe natyrës. Në konkurs u paraqitën projektet e 12 ekipeve finaliste me arkitekt nga Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Danimarka, Gjermania, Spanja, Meksika, Belgjika, Holanda dhe Italia, përpara një jurie ndërkombëtare e cila do të përzgjedh projektin më të mirë. Kjo është një nismë e korporatës së investimeve shqiptare në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Më lejoni ta nis duke thënë se për mua personalisht është një moment fantastik, sepse qysh prej shumë kohësh kam kopra që flas e që pres me padurim
që kjo nismë të gjej hapësirë e të nisë të gjalloj. Sot jemi mbledhur në këtë vend që dikur formësohej nga gjua e ashpër e urdhrave e divizioneve të kazermave ushtarake, një vend ku uniformiteti marshonte shumë më fort se sa uniteti dhe ku po bëjmë një transformim fal talentit të Kengo Kumas dhe këmbëngulje së Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Me shpresë së shpejti do të kemi mundësi që ta hapim këtë, ta çelim këtë hapësirë për një qëllim krejt të ndryshëm e për aktivitete krejt të tjera për njerëz krijues, të talentuar e për çdo që na viziton e kërkon. Dhe natyrisht është një park që ngërthen besime përkatësi e ky park në për masat e veta mjaft modeste, po në një deklaratë shumë të fortë, ofron një kundër argument, një vend ku askush nuk pyetet në ç'anë qëndrojnë, ku e vetmja pyetje është a mundesh ende të mrekullohesh nga jeta? Dhe ne shqiptarët me qëra fjala nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën. Sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe e manastire krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ato në atë periudhë të errët ku me dinamit u kërkuaj që feja të çrrënjosej nga kjo tokë, ishte edhe një mësim shumë më i madh i arsyes përse kemi nevojë për tolerancën. Dhe sigurisht, siç e thash, trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë. Policia e Fierit procedon në gjendje të lirë një 75 vjeçar pasi kanosi dhe fyeu kryesekretarin e gjykatës se ju shty seanca. Një 75 vjeçar në Fier është proceduar në gjendje të lirë për shkak se gjatë një përplasje verbale me kryesekretaren e gjykatës së shkallës së parë e ka kanosur dhe fyer atë. Arsyeja e përplasjes ka qenë shtyrja e seancës gjyqësore. Policia e Fierit thotë se ndaj këtij rasti ka nisur procedimi i lirë për shtetasin Vladimir Hamzaj. Policia në njoftimin e saj thotë se materialet ju referuan prokurorisë në gjykatën e shkallës së parë, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin VH, 75 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se për shkak të shtyrjes së një seance gjyqësore ka kanosur dhe fyer kryesekretaren e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. Fenomeni i dhunës ndaj funksionarëve dhe punojësve në sistemin e drejtësisë, nisur nga vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja, është shtuar. 3 incidente të ngjashme ndodhen të premten në Vlorë dhe Tiranë. NATO-ja reagon pas akuzave të Serbisë për dronet e Kosovës. Çdo aktivitet ajror duhet të koordinohet me KFOR-in. Autoritetet kosovare njoftuan më 8 tetor se pranuan mira dron luftarak nga Turqia duke nxitur reagime të ashpra nga fqinji verior Serbia. NATO ka reaguar duke theksuar se çdo aktivitet në hapësirën ajrore të territorit kosovar duhet të kryhet në bashkëpunim me misionin paqërues të KFOR-it. Kjo për të parandaluar tensionet dhe për të garantuar siguri. Një zyrtar i NATO-s tha për Radion Evropa e Lirë se vlerëson Turqinë si kontribuese të hershme në misionin e udhëhequr nga ajo në Kosovë, KFOR dhe në stabilitetin rajonal. Por ai nuk deshi të përgjigjej pyetjes se në çfarë thanash Kosovës mund t'i lejohet që t'i përdor këta dron, duke ditur se vetëm misioni i udhëhequr nga NATO-ja e ka autoritetin mbi hapësirën ajrore të saj. KFOR-i mbikëqyr rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës, duke i përdorur të gjitha mjetet dhe burimet që ka në dispozicion, në përputhje me autoritetin dhe mandatin e saj ekzistues sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, tha zyrtari i NATO-s. Ai theksoi se KFOR-i mbetet i përfshirë ngushtë në këtë çështje të rëndësishme dhe është në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë të Kosovës dhe me forcat armatosura të Serbisë për këtë qëllim.
Fori gjithashtu është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës dhe Misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Misioni NATO-s veç të tjerash është përgjegjës për sigurinë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. NATO-ja shtoi praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023, pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe dhe tani ka 4649 paqëruajtës nga 33 shtete. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.